Jemi rikthyer në spektaklin tuaj duke falendëruar nga zemra edhe një herë të gjithë ata që janë suporti i fuqishëm, mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë, sidomos sponsorin general Princesha Construction me seli në Prishtinë. Dhe që të krenohemi e të ndjehemi mirë, mos harroni se gjithë të glamur që e shihni. Brenda edhe në lloj mashtrimi optik që bëhet, është dorë vendore me Talbau. E ne ecim tutje, ecim me spektaklin tonë. Në spektaklin tuaj, ku ju argëtoheni e kënaqeni me humorin e me këngën, ku shihni përplot bukuri, që sonte na vjen nga Fashion Nights Prishtina. Është bukur që sjellim për herë personazhe të veçanta, ata që janë modeli shoqërisë, e që na bëjnë që të ndjehemi mirë, e që na bëjnë që të kemi një mundësi më shumë për t'i thënë një fëmijë, një vllau, një motre të vogël se kështu duhet bësh. Sonte kemi vërtet dy mysafirë të veçantë. E kam thënë dhe them për herë se diaspora jon, mërgata jon, është garancia më e fuqishme këtu e 50 vjet e ekzistencës substanciale shqiptare. Dhe nga diaspora do të na vinë sonte dy personazhe tepër të veçantë. Dhe se kush janë ata, do t'i shohim, e do t'i dëgjojmë, e do të bashkëbisedojmë. Në ndërtrokitje tuaja, zonja zotri ftoj, pa humbur kohë, zotri Nazmi Viça dhe zotri Bekim Brestovci. Mirë se erdhët. Bukur që ju kemi... Po ju kemi prit me shumë, duar trokitje, pe maj me kom sërshet ka një herqitja. Mirë shumë. Urdo Bekim? Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Ju kemi prit me shumë duar trokitje, se kur vini që shtu në fillim, ju nga mërgata, ju presim me duar trokitje, me përqafi, me krejtë, ditën e fundit, ja vjepim veç ka i kafe, se... S'ju lom shumë parë në gjep atje në aeroport dhe ju falenderojmë. Zotri Nazmi Viça dhe zotri Bekim Brestovci, mirë se erdhët edhe shumë bukur që ju kam sonte mysafir. Mirë se gjetëm, është nësi për neve që jemi në Odeon në show live që përcjellni na me knasi në Gjermani. A na përcjellni? Po. A ju pëlqen? Shumë. Veç na kritikoni edhe kur s'ju pëlqen? Më thonë drejtën, nësa s'kem kohë fort edhe me vlerësu që si një për kritik, një për lavdot. Unë personalisht ju përcjellë djellë gjithmonë. A të djellën? Të djellën. Mirë, edhe na goxha kemi godit në mëngjes ju zonë të gjithve, sa i një zgju edhe vazhdoni me neve ditën. Mirë, shumë. Inshallah, themi diçka, mundohemi me thënë diçka. Zotri Nazmi, ju me rënjinin nga Ferizaj. Unë e vi pe Gremës Ferizajt. Gremës. Jetojmë në Gjermani, në Koblenz. Unë me vllazët e me, e kemi një kompani atje që quhet AVR Apro, për ndryshe mirëmi me demolime, me vezë shqiptarë ku për na vezin shka bani, për dhe shkatrojnë, prishmi, për me prish në specialista. Po, interesante, me thonë, po kompania juaj me rënime, me demolime. Ne merëm me rënime që 25 vite gati. 25 vite. Po sa vite keni shku në Gjermani? Po, ne jemi dikun për vitin 90. Nga vitin 90? Nga vitin 90. A më herët kishit punuar këtu në Kosovë? Po, unë personalisht kom punuar këtu, vllazët e mi kanë shku pak më herët, ata kanë zartu më herët atje, edhe kështu që si gjithë shqiptarë tjerë, me durë në gjepa atje, kemi startu për zeros, edhe sot... Ka shku edhe do më thonë, pjesa intelektuale shqiptarëve nga vitet 90 e lartë, se veç shumë shpejt jeni ngranu edhe keni arrit me kriju kompanije me... Zotri Bekim, edhe juve, keni shku në vitet 90, apo? Po, edhe unë kam shku në vitet 93. Nga Lypjani, ju ko gjanata aty kështu në... Jemi afer, po, jemi afer. Unë jam nga Lypjani, ndërsa zotri Nazmi është nga, si shta nga Gremja Ferizajt. Mirë, zotri Bekim, edhe ju keni kriju një kompanije atje që ka shumë punëtorë. Kur e dëgjova, të kam shok që sa vite, një 20 vjetë, po se kam ditë që ke ashtë shumë punëtorë. Po me thanë të drejtën, veprimtaria në Gjermani dalon bukur shumë për veprimtarive të tjera, prej afaristëve të tjerë. Unë në vitin 2004 kom themelu veprimtarit panvarun me një kompani cilën në atë kohë pata fat me e blej, një cila ka qenë drejgun në Gjerman prej vitin 1972.
Dërsa vitet pastaj deri më sot kam themelu 10 kompani, ku kam edhe bashkëpunëtor, do thotë jemi bashkëpronar me disa gjerman, edhe dikun me një numër të përgjithshëm të punëtorëve që ka vlerën, është cifrën prej 1000 punëtorëve. Bashkëpronar shoqëri aksionare apo? Po. Sepse këtu në Kosovë goxha nuk pëlqehen fort akoma shoqëritë aksionare. Ja be çka me ortak, vetën për janisi goxha është i zbërthym biznesi. A është e ditur zotrin Nazmi se në këtë botën shoqëritë aksionare mojnë Funksionojnë, ç'është. ekonominë botërore. Juve jeni veç vllaznia keni edhe dikon aty. Më thonë drejtën, na jemi veç vllaznia se na jemi kallabllek edhe kështu që s'kem problem. Brothers, me pas kon anglisht, brothers shqiptar. S'kem problem i kryq të punë që na i bojmë atje. Mirë, është shumë interesante. Kam dëgjuar se kompania juaj që merret me demolime, ju jeni kompania e njohur në krejt Evropën, bile koxha krahasoheni me këtë botën tonë showbizit, se kur ju rxoni ndërtesa të mëdha, gjerohet, të shkruhet edhe showbizi merret goxha me juve. Kam dëgjuar se asnjë kompani gjermane nuk është kriju e kësaj natyre, është e vërtet? Jo, ka edhe kompani gjermane që mirën me demolime, në kodët të asaj ka në bojnë edhe këta shkatrime me eksploziv. E çka po thu shqiptarët kampion për me shkatrua, ha? Kur po na vesin se çka bani. Mirë po, është edhe kjo interesant diçka se na këto projektet e objektet që i prishmë na atje na është këto spektakle ishe vetëm në shtetet mëdha si në Amerikë shembull, ka emisione që bën për si zona, kështu që na ato për ne është interesant se një objekt që rrëzohet me demolim, shembull me eksploziv, aty njëherë bëhen zhurmë, njëherë pluhën edhe gjithçka mas gjysore është e qetë. E qetë. Po. Ajo është edhe arsye pse na e bojmë këto. Edhe është një lloj spektakli që bëhet. E bëni në mënyrë të specializuar, shifet ajo. Si e specializuar këtë punë kompania juaj? Qëre, kjo punë për me bën në rënim në atë mënyrë mas pari organizohet angazhohet një ekip e tërë që mirën mas pari paraprakisht kërkohen leje në komunë. Janë disa procedura që do të mi kry me patjetër derisa të mirët leja për me bën ata. Edhe pastaj ka kompani, edhe ka inxhinier që i llogaritin i bëjnë llogaritjet të gjitha, edhe ma në fund... Kur konstatohet që s'ka me pas problem, që s'dëmtohet kërkush rrethet... Vendoset eksplozive edhe njëherë me trus butonin edhe mirë është puna. Një buton me shtyp. Herën e fundit ku rënut një ndërtesë shumë të madhe? Në Bonn, ha? Në Bonn, po. Sepse njeriu që e dha lajmin i pari, barën po flas përmes Facebookut e me ke bekimi, edhe mora me njerë në telefonit thash, e qa po krenosh ti që ju shqiptar përzën, ja? A do një me maruni sa, tha, po mëre, dha këtu... Po, gjithmonë aty ku prishim ne, aty vjen diçka e mirë, do mëna bëjmë vend për diçka, për objekte të reja. E që një botë njohur, vërtet, jo vetëm Gjermani, edhe në gjithë Evropën. Po na në Gjermani luajmë në atë ligën e poshtë, do në Gjermani, për ndryshe objektin e poshtë që e kemi rrëzu me eksploziv, do mëna ka qenë objekti ma i lartë në Evropë, deri më tani që janë rrëzu. Edhe kështu që mirë po na punojmë në gjithë Gjermaninë. Në gjithë Gjermaninë? Në gjithë Gjermaninë. Po kompania si kompaninë cilën vit fillut, zotin Nazmi? Në vitin 1994. 94. Deri me sot. Deri me sot, po. Se tash vërtet, mërgata jonë keni arrit, keni kriju kompani me namë, e keni ngritë edhe krenarinë e vetë kombit, edhe vetë njerëzve tanë që krenohen me punët tuaja, me realizimet tuaja, edhe individuale, edhe kështu si... Është vërtet njerëz të thonë që kanë shku para 20 vite, apo 25 vite atje, me të vërtet gjithë, që zhedim që shkimi shkuat gjithë ne me dur në xhepa atje, është një kënaqësi që kur i shesat ata njerëz që kanë bon bizniset mirë filda atje, i menaxhojnë i lëheqin vetë, është kënaqësi, me të vërtet. Sa punëtori keni ju, zotrin Nazmi? Na e kena 250 punëtor. 250 punëtor. A shumica shqiptar? Kemi shqiptar. Nuk janë shumica shqiptar, është me qenë korrekt. Edhe s'munesh? Po, është e pamundur, mirë, po kena edhe shumë shqiptar. Edhe shumë shqiptar. Bile shqiptarët i kryjnë punë ma kryesore në për kantiera. Ku ju jeni të koncentruar? Ku na jemi të koncentruar. Edhe tash keni fillu edhe me bashkëpunu, goxha shumë mes vetin. A bekim?
Po kemi fillu me bashkëpunu, na kemi bashkëpunu shqiptarët në Gjermani gjithherë me zveti. Mirë po me kohën është shtru nevoja me institucionalizu disi bashkëpunimin mes firmave. Edhe kemi hyrë tash në vitin e 4, prej që është themelu Unioni i bizneseve shqiptare. Ne tani po e quajmë shqiptarët gjermanë sepse ka edhe shumë firma gjermane që janë të inkuadrum. Zotrina Zmiviqa është kryetari i atij Unioni, ndërsa edhe ne ndihemi shumë i respektuar që pata rastin kohën në fundit me ju bashkangjit këtij Unioni dhe jam njëri prej 7 anëtarëve të kryesisë. A ma voni ju ke bashkangjit, ha? Jam shumë i vonshëm. Kjo është kriju. Zotrin Nazmi, Unioni i bizneseve shqiptaro-gjermane është kriju në vitin 2013. Ashtu. E ishte iniciativë e juja e shqiptarëve apo? Realisht ajo është një iniciativë e Ministrisë së Diasporës. E Ministrisë së Diasporës. Është iniciativë e Ministrisë së Diasporës. Ibrahim Akolle nisi këtë, ha? Po, edhe në bashkëpunim me edhe Naim Dedushi. Po tash më së përmend me emra Ministria. Po se ka shumë pastaj, Po, është vërtet. Ministria e Diasporës ka qenë domthonë nisë është pe përndryshe aty kontributin më të madh kanë dhënë njerëz që vëllëhesin që bojnë bizneset të mirëfillta në Gjermani, që edhe shumica për të janë anëtarë të kryesisë së Unionit, që kanë dhënë një kontribut me të vërtet, një kontribut që edhe është një punë vullnetare që e bojmë edhe sot në Union. Edhe shqiptaro-gjermane është edhe bukur kjo që integruë kështu. Këta gjermanë si ndjehen? Mirë shumë. Edhe shohin perspektivë në këtë drejtim, apo? Po, patjetër. Ka bashkëpunime me shumë firma gjermane, sidomos janë shumë firma të cilat mirën me prodhimin e materialeve ndërtimore apo me shitjen e materialeve ndërtimore, sepse një numër shumë i madh i anëtarëve të Unionit Bizneseve janë pikërisht firma prodhuese, firma ndërtuese shqiptare. Kështu që edhe ato firmat gjermane të cilat e prodhojnë atë material ndërtimor kanë një lloj interesi me qenë pjesë e aktiviteteve tona, sepse përmes aktiviteteve tona i njohin edhe shumë firma ndërtuese që janë shqiptare, edhe kështu që e realizojnë edhe ata një interes tim. Orna, Paske musafir. a? Paske musafir bashkaj. Po ty në realitet që kjo ta ka hongër barkun që musafir me harë një takue. A din, dhe që umjet me thonë paske musafir, se bashkur ka musafir. Si dhe mëth mi po qësë. A di që shishë në këta dë? Po. Si bankomata. A si bankomata? Firëtën e nëmë. Qëra që për të tëmë? Si ti na shtoja është e bankomatë, raka, veç kërte dali 50. Fite. A veç që shtu, a? Bekim. Që Jo, dhe bekimi? Që kjo nuk e ka facën për bekim. Po, a? A? Pse? A që kjo bekim ja? Po që kjo bekim. Të le bekim. Bekim ma i mirë. A në zjarë? Jo se të në zme? A një mirë dhe shlirë, bile të që kitë pare. A një mirë? A këri vrejt një fenomen. Na që jena ma dëp me por, abdin rina shlirë. A këta që kanë ma shumë të qysh ma, abdin na. Po mi po të rrë shlirë. A dine ka karrierë fjolla biznes. Prej latinistë, mësëm që një që dëtë që më najmë ju dëtë me di këtë shkëllu me le këni Sa ledue. ti përthy fjallën biznis. Ta e biznismen me nëmë në gjithë Po për që Evropën. ata najmë, po për du më ju kalzu. Fjolla biznis rrëllë prej politikanve tonë. Pse? Ata bojnë biznis që ta na onë najmë, a ke po, jenë hinër toke, haje. E ku mjellë të shpia që aty do të panaq. E ku mjellë dhe hudra i kishin hangër. Jenë një përfuni të për. I kanë zirë, i kanë hangër. Qata hangërën. A përshet që edhe ti pedin, edhe ty me të pasit në ato vene, qashtu kishe bon? Je po. Pedin që shkon, Je mas po. pari erë dhe me njerë mi ju thonë që këta kanë, këta duhet me napru, këta janë bankomata, këta janë mësafir, këta vinë për diaspore. Shumë është e vërtet. Këta Je po, vëllai kina. Jalla më tani. Jalla për të kalzej. Qire, se këta, a na ema jëmë këta që rëzur ndërtime me kësishne? Po, zotë Nazmi ju, Mare, ti ja kërëzu edhe këti flëkt. Mare, i ka pos flëkt dhe në shpinë. Ja shtenën ato, rap, qësa, amo, fërë që ka qele për ftyre, për të kalzej drejt. Edhe me pos pore dyqysh, këgja me BMW dhe qelë të shkën dyqysh. Që ty s'ma kish morë menja, kur që je biznismen, a ky po, se dyqysh vetër qashtu apëtim. Po dhe një male. Ta dyqysh se hajgarja ka hajgareve që pasha zoti më së rëkëf shëllkur ty në. pse? Ta nuk flajnë na em. Na flajnë, se që ato i ke lidhë për porat i të zhaskera, ja rosë gjumë 24 orë. Kësë flanë,
a pi del kënina, një numër që ati një numër i madh, ja nina, je 2 milion, 5 milion, merë shko, plus tani e thirë një halë veta e më smu. Nuk e kanë atë problem, se ta punojnë, si të punosh, realizosh? Pa najmë, në di që i kanë ekonomistat e kanë krejt, për dishysh na shqiptar, nuk jena si Gjermani. Sa dushe merat menagjerë në krejt, dishysh aj pak pa abdin, a pet ditët me konë që atë. Që shjetë, ja i mirë se për e që ditë qëmë. Kinaj problem. Në shirë më në burë për jenë emision. Falimderit mas pari shumë që keni ardhë. Zdyti, falimderit shumë që na keni punësu gjitha ta djem atje në Gjermani. Falemderit që ju kjena se me këta burmina, po ju kalëzaj drejt edhe me majlindën. A keni menu na i herë se e kam një biznis, po du me qenë një biznis dëvogël këso. Por mu ishim e më një muë, normal. Po, pa problem. Ha? Pa problem. E kam një, se jenë hub kërobza, ta përdine, po du me maru qerop, sa psheri, një ja kejt eftoft është, kejt eftoft. Se deqen gjyshës, po marë mo kërkur qeropa. Se sa marë isha, mi pa po, një pa të mi kërët ftoft që në koni, edhe na konën luft. Je konë dzejt gjithë se qëropa dhe këtu je lekën, ja marë isha atë farja pështel qa krejt, po të kalëzhe pa të moni herë nipin a im vakcinë në shkollë. 3 orë ka po mësu si dhe ka desh. Një pyetje serioze, kur ke kesh mas mëram ti? Mas mërami kom kesh në emisionin e fundit Odeon. Odeon dhe më thonë me kënë? Me Sofin. A ka dola ja? Ha? Se deri shtasht për... Përshëndetje, Misa? Komplimente që nulla ta dëvët pak në më thonë për mësysh, abdin? Që dhe matë mira e në em? Të dyja dhe matë mira, po që re ati hunën pa lidhje, tash ja hu bukurinë edhe kështo. Ja mo zonë, aje dëftë jam, shaj, taj. Qëre djallë jam, a qaj? A Misa ta? A Blodinin e ki djallë, a? Po, djallë. E Remzin që e ki? Remzin në kam djallë qik miqës. A qik mi? E me zotrin Azmina, e njoftë gjatë shkollimit, a Po, diqka? nej, te më së qelë, se ta djallë e biznismen, nuk ka nevoj me shkru për talet të sanë, me zotrin Azmina, na njoftë që shë shkollë fillore, kë atëherë kom pak normal, mas ka pa, se i veke marë, pak me më thonë së fja në gnej, shkollën e meshme, ju rritmanja, për ta ju në nëzona me këta. Përshëndetja Aurora, këni mund, ta një mirë? Që nazi që farpacë është. Vesh ka gjapë më do kështë ke mjekër një rrugën Kosovë dikun, kameran do këtë është. I ka. Jam ho zamën e o, që vjetë një na e, përtët mirë, përtë. Publika e një të një mirë. Ha? Ku mos mu një mirë? Kër i kena këta një është mirë, qështë mirë? A e di që këta e kanë kryu unionin, edhe unioni bashkë me rjetin e bizneseve në gjithë botën, janë të bashku biznesin shqiptar, edhe janë një shpresë shumë e madhe për gjithë shqiptarin. Edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën. Ja jeni herë për Kosovën. Sa jeni mësu një herë Shqipëri Kosovën. Për Kosovën një herë se na që tash na poshtet. Ta një këqyrmi për Shqipërinë. A një dhe mirë, okej. Që ashtu për Kosovë, e na mësu e Shqipëri, Kosovë, një herë Kosovë shpinë tonë, edhe aje shpia jonë, pa a dishysh këtë një herë nauna, tani, nauna ka je baba një herë, se baba ka morë naunën. A baba Kosova. Më shumë shkëndi se nauna që të... Mirë po? Mirë shumë. Bekim, a keni... Me ta bo një pyetje. Qa menën, ka me shku na imi ndilën? Ka me shku e, adin na i deti, ka me shku na imi ndilën, për shamëll. Na imi me siguri e ka në spektakull muzikor, dikon. Unë ndilën basha? Po dilën zakonisht, ja. Jo, dhe në hamam. Stonën! A keni me bo na i kënë suneta me martu na i këna? Pse? Po let na thërosë na e me dhe hajë qashtu. po, Po, për normal. Që e kuj kjena ta, na e krejt. Qka je bomëri kështu veç vjen me paragjykime edhe gogja dhe lypsare, po kështu? A po dënë mja bo rafsha? Po. A po dëni rafsha? Po. O kryje që dhe herë për fillimi. Qishini? A i një mirë? Hesh nuk jena nëzër për juve, po i kalzaj drejt. Ba, po, ma nuk më Kena pare sa dush, për të kalzaj, këm shtini dite kartele, bankomat, i du në shku ma bankomatit, pa ki shumë pare, pa nuk mu i qesë. Pa sa shpirtin e notë, i na dika. E këtu është keq kuptimi, ju mendoni që nëse rasisht këta vendosin, këta kanë vendos. Po, Në pasha realitet, shpirtin e që notë. ta ndihmojnë Kosovën e tyre, dheun e tyre, që kanë me ardhë me thas me pare. Këta kanë me ardhë me biznese, Bra, me po që zhvillu jo është pare, biznesin. o pasha shpirtin e notë, ona em. Unë i këm bodër jetë, si pata se unë shkova, e pat puna jame. Po që kjerini, që pesh farini e kjena, shamo, aja, para me ndërin ja jonë mëre, bile mja u pagu që ata andra mi po pas andra s'kena. Sa zhjetin jo. Shlipi jam urqu e tha,
E gjisha të ko, qa bo? Tha ta më njani tha me po një onër të mirë, ju këthyrë në hërër. Se na onrat e kjena... Ja, absolutisht. Po inshallah që ta djem, ka bile- plot si këta, e së të bile onrat na i bojnë realitet. E fuqizojnë ndërën Qysh tonë. nuk e fuqizojnë, a që, triceps? Këta kanë... A i ke mësu ti këto bicepse? Po, që triceps që bile pe ushtrej dhe synin ajmë. Apo... Dhe qik, Tërë që të së hëllë, kalosh mirë, suksese, zotë ju ruft, e falenderë shumë që një orë. Nazë një këtë shtëtë flek të lakta. Kalosh i mirë, falenderë shumë, zotë ju dhof shëndet, e shë që zëtë që ju kjena. Mos na harrani. Ko që ka ne këfina një atim që jetë, na i gjuni. Je për na i sa për na vynë pasha zotë, të i kalë dhe drejtë.